Atëherë të nderuar gazetar, të dashura gazetare e gazetar, media, mirë se po e gjejmë njëri tjetrin këtu në shkollën fillore Meto Bajraktari. Si që keni parë, unë sapo ushtrova të drejtën time të votës. Me këtë rast nga këtu ftoj të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës që sot, ditë e diel, 7 qershor, të dalin dhe ta ushtrojnë të drejtën e tyre të votës. Sa më e lartë pjesëmarrja në këto zgjedhje, aq më e fortë është demokracia jonë. Unë ftoj të gjitha palët, ftoj të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës që në këtë ditë të bukur me diell të dëshmojnë maturi, të dëshmojnë respekt për njëri tjetrin, por po ashtu edhe dashuri për vendin. Faleminderit gjithëve dhe na prift e mbara, e paqit një ditë sa më të lehtë edhe juve, për shkak se e di se sot gjatë gjithë ditës do të jeni në terren. Faleminderit edhe një herë.